Një operacion i madh u zhvillua në Sarandë dhe Ksamil mbrëmjen e djeshme. Prokuroria e Sarandës lëshoi 12 masa sigurie ndaj efektivëve të policisë, zyrtarëve lokal dhe biznesmenëve të dyshuar për përfshirje në skema të ndërtimeve pa leje dhe shpërdorim detyre. Deri më tani, në pranga ka rënë Kristofor Shkrepa, specialist i policisë në Ksamil, dhe Alqi Papa, pronar i Hotel Oasis. Në këtë hotel, prokuroria ka sekuestruar një kat të dyshuar i ngritur pa leje mbi terracën e hotelit 6 katësh në rrugën Butrinti, në lagje nr. 1 të qytetit Bregdetar. Sipas informacioneve, mes personave ndaj të cilëve është caktuar mas sigurie, ndodhen edhe kryeinspektori i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Sarandë, Eduard Veliu, si dhe Irakli Koçiu, oficer policie. Ndërkohë është arrestuar Kristofor Shkrepa, specialist policie në Ksamil, ndërsa ndaj Kastriot Satkës është caktuar masa e sigurisë arrest me burg. Operacioni u zhvillua nga strukturat e policisë së Vlorës në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë, ndërsa kontrollet u shtrinë në disa banesa dhe ambiente biznesi në Sarandë dhe Ksamil. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se në fokus të dosjes janë dyshimet për favorizim të ndërtimeve pa leje në zonat turistike të jugut dhe mosveprim nga strukturat përgjegjëse. Mas siguri është vendosur gjithashtu edhe për biznesmenët Ariola Dhrami dhe Xhafer Bajo. Sipas hetimeve paraprake, emrat e tyre lidhen me një objekt ndërtimi për të cilin më herët u arrestuan 4 oficer të policisë së shtetit, mes tyre dhe shefi policisë së Sarandës. Në dosje përfshihet edhe ndërtuesi Merdar Koshi, i cili dyshohet se ka ndërtuar 2 kate pa leje në qendër të qytetit të Sarandës. Hetuesit po verifikojnë nëse ndërtimet janë toleruar apo favorizuar nga zyrtar dhe punonjës institucionesh përgjegjëse për kontrollin e territorit. Hetimi është ngritur mbi dyshime për shpërdorim detyre, lejim të ndërtimeve të paligjshme, moskallëzim dhe bashkëpunim me zyrtarëve publik dhe subjekteve private që operojnë në zonën bregdetare. Saranda dhe Ksamili prej vitesh janë kthyer në një nga zonat me zhvillim më intensiv urban dhe turistik në vend, ndërsa paralelisht autoritetet kanë evidentuar raste të shumta të ndërtimeve pa leje apo të kalimeve të lejeve ekzistuese. Operacioni vjen ende, ndërsa pritet që në orët në vijim, Prokuroria e Sarandës dhe Policia e Shtetit të japin një njoftim zyrtar mbi akuzat konkrete dhe numrin e plotë të personave të përfshirë në hetim.